në këtë edicion do të ndiqni. Banorët të fshatit Rogov janë ankuar për mungesë të trotuareve. Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës ekonomike Kadri Kusari kanë shënuar sot festën e shkollës. Janë shumë faktorë që çmimi i mjaltit duhet të shënojë rritje këtë sezon, kështu thot bletari Florin Dautaga. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një ngjarje e pazakont ka ndodhur sot në rrugën Ali Hasi në Gjakov. Një person me probleme të shëndetit mendor ka gjuetur nga balkoni i ndërtesës ku banon gjësende të ndryshme në tokë. Për këtë veprim, policia ka shoqëruar në polici një person. Një grua e cila banon në një ndërtesë rrugës Ali Hasi në Gjakov sot ka rrezikuar disa banor që ishin duke kaluar afër ndërtesës ku ajo banon, pasi ka hudhur disa gjëra të forta dhe ka goditur një makinë që ishte në lëvizje. Policia, shërbimet mjekësore dhe zjarfikësit menjëherë kanë dalur në vend ngjarje. Për këtë veprim, zyrtar policor e ka dërguar në polici të dyshuaren e cila dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor, pasi disa herë është vizituar nga institucionet që trajtojnë shëndetin mendor. E banorët të cilët jetojnë në këtë hyrje thanë se kanë kërkuar shpesh që të largohet personi nga banesa pasi ajo ka bërë veprime që rrezikojnë fëmijët, kalimtarët, por edhe banorët e ndërtesës. Në gjysmë natës shohet i mshon dyrve këtëve neve aty ba, ku zgudzojnë me qel derën. E para kena bën polici kërkesë në gjokat, në komune edhe të mjekët. Jonardha kanë morë 2 javë ditë. Ju ka kanë ardhur 2-3 herë për me këshyr për me adhon në gjithpona në isan edhe mos u ardhë kukush. Ta është në nëzër pisajnë, si thmija, si shoqe, si në tonë, se shkallëve të poshtë në gjuna isan, ka flerë më në mytë, unë i lutë në shtetit, prokurisa, gjukatësa, kujtë në dë, komunësa, me në largu për kësaj banesës, se i në nëzër pisajnë. Banorët gjithashtu thanë se banesa ku jeton gruaja e dyshuar është në gjendje të mjerueshme dhe kundërmon vazhdimisht për shkak të papastërtisë që ka brenda. Mungesa e trotuareve në fshatin Rogov po vlerësohet shumë shqetësuese për banorët e posaçërisht për nxënësit. Ata thonë se eci atyre shpesh shoqërohet me rreziqe në komunikacionin rrugor si rezultat i mungesës së trotuareve. E për këtë situatë nga komuna deklarojnë se do të bëjnë përpjekje që këtë vit të ndërhyjnë në rregullimin e trotuareve. Në fshatin Rogov, shqetësimet për mungesë të trotuareve janë të vazhdueshme. Banorët thonë se edhe pse ka rrugë të asfaltuara në fshat, qarkullimi i këmbësorëve shumë shpesh shoqërohet me rreziqe nga veturat si rezultati i mungesës së hapësirave të destinuara për këmbësor. Hakim Murina, pronari i një dyqani në afërsi të shkollës Haxhi Hoti në Rogov, thotë se makinat kalojnë me shpejtësi të madhe, prandaj kërkojnë që të vendosen policë të shtrirë. Unë jam me lokal këtu që mbi 20 vite, shok të unë shumë makina kere të gra shpet, zonëzët i kam për para, ndodhen edhe aksidente, në munges trotuarve, munges policëve të shtrirë, si jo thonë këtënve, pengesave, dhe kem nevoj shumë, sidomos për këta policë të shtrirë, që i komunë ose ministria të në ndemaj, se ndodhen shumë aksidente këtu para shkollës. Ndërsa banorët treguan se kanë kërkuar nga komuna e Gjakovës që të bëjë zgjidhje, por kjo nuk ka ndodhur tash e sa vite. Para 3 ditë kemi pas një aksident, dhash zoti që mos ketë aksidente. Po gjendja e infrastrukturës rrugore në Rogov është e mjerueshme. Ka pas edhe humbje jete, 3 jetë humbra në Rogov, tash edhe aksidentet e tjera, gjendjen veç përshini edhe ju, unë i kishna kërku nga komuna, çka duhet më ndodhë diçka më e madhe këtij popullit, edhe këtyre banorëve që më ndërhyj komuna. E në afërsi të shkollës është vetëm një trotuar ku edhe nxënësit mezi kalojnë. Ata thonë se rrezikohen çdo ditë nga veturat, madje vetëm para disa ditëve e kishte pësuar një nga nxënësit e kësaj shkolle.
kërkojnë ndaj institucioneve shtetërore që të marrin aksione në ndërtimin e urbanizimit, sidomos prekjen e trotuareve. Gjithashtu pasi që u hap edhe ura Rogovës, është bërë edhe qarkullimi më i madh. Në rasteve të fundit e kemi pasur edhe një aksident i cili ka ndodhur mes fëmijëve, ku është cenu jeta e tyre, dhe ajo është gjëja më e vështirë të shohim ne si vetë nxënës të kësaj shkolle. Kalojmë me shpejtësi, zakonisht ne duhet mi prit makina derisa të kalojnë për me vazhdu rrugën. Për mungesën e trotuarëve në fshatin Rogov, në një përgjigje me shkrim nga drejtori për infrastrukturë në komunën e Gjakovës, Shkumbin Kasrati, thuhet se do të përpiqen që këtë vit të bëjnë intervenimin në trotuare në afërsi të shkollës. Data 6 maj rëndom shënon vizitën e qindra qytetarëve në drejtim të Tyrbes Pulaj në Babaj të Bokës. Edhe sot aty u bën ritualet fetare të kremtës së Tyrbes, së Dervish Nezirit, ku u shpërnda në mënyrë të organizuar edhe mishi i kurbanit. Të gjithë janë nisur në drejtim të njëjtë. Destinacioni i tyre është Tyrbja Pul në Babaj të Bokës. Besimtar të tarikateve, por edhe të besimeve tjera mblidhen çdo vit në këtë vend që për ta është i shenjtë. Si shihet, njerëzit kanë filluar të shkojnë në Tyrbën Pulaj këtu në fshatin Babaj të Bokës, pra vetura, kolona të mëdha, po ashtu edhe njerëz kom që e kanë mësyrë Tyrbës Pulaj, të cilët njerëz shkojnë të, si thon ata, të çojnë nezra, por edhe të lutën për të mirat e tyre në jetë. Njëri nga trashëgimtarët të Tyrbës Pul, të Dervish Neziraj, thotë se kjo është festa e qylymave që në Shqip është dreka, ku njerëzit mblidhen këtu dhe bëjnë shpërndarjen e mishit të kurbanit. Është dita e qylymes, bablokit, të rishit, Dervish Nezirit, që ka ndru jetë, kurse e kalon me gojë para se me kalu, e kalon këtë ditë këta kurbana, cilët prehen këto, të prehen, edhe shkojnë përgatiten aty poshtë, kur është shtëpia, edhe gjithë ky popull që të shehet me këtë ushqim që e sjellin njerëz për shumë derte, për shumë hallë, edhe kjo është dita që përmbledhen gjithë këta njerëz. Ky ritual fetar është i përvitshëm çdo 6 maj, thot Nezir Meta. Tyrbja ka qindra vite, saktësisht nuk e dim, po afër 200 vite thuhet që ka kalu Dervish Neziri. Ndërkohë, ata që besojnë në këtë tyrbe janë nga vise të ndryshme, thonë besimtarët. Çdo vit ja bojnë me 6 maj, mlidhen, vinë krejt për Shqipëni, vinë për jashtë, për gjithku. Ju prej keni ardhur dhe pse vini? A është arsyeja besimit, a besoni, çka besoni? E besojmë në Zot, besojmë, ajo është mi tona. Jo arsyeja pse vini këtu? Po vim, për bojmë në nezër, atë vogële, për fëmijë, për robe, për krejt. Merë fat, kush është interesuar merë fat me mo, i madhi Allah, ani vinë këta ky bablok e baballar të fuqishëm, vani shenjt, vani mirë. Në vendet të ndryshme në Kosovë festohet sot edhe Shën Gjergji si festë pagane, që është edhe dita e lindjes së kryeheroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se çmimi i mjaltës ka shënuar një rritje prej 4.7% në 3 mujorin e parë të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Florin Dautaga nga shoqata abletarëve në Gjakov thotë se ka shumë arsye që këtë sezon që mjalti do të ketë rritje të çmimit. Në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thuhet se çmimi i mjaltit ka shënuar një rritje prej 4.7% në 3 mujorin e parë të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Florin Dautaka nga shoqata abletarëve në Gjakov thotë se ka shumë arsye që këtë sezon mjalti do të ketë rritje të çmimit. Për shkak shumë faktorëve, një ndër to është edhe ngroja globale që për shkak të sasisë vogël të mjaltit, edhe me njëherë fillon edhe si çdo produkt, edhe mjalti fillon mendohet të shtrajtohet. Informacione kam edhe unë, po pas këtë edhe ju, se mjalti të shtrajtohet prapë. Unë thënë se mjaft është shtrejt. Për 1 kilogram 20, 25, 30, si shumë për alarmimet, dikush po thotë edhe më shtrejt. Nuk e di, unë nuk pajtona me ato. Unë jam për mi majt një stabilitet
që njerës në të punojnë, sa ma shumë e bletë, në të mojnë shushni të forta, natyra në jetë, nëse ka ndodhë, për shumë, edhe si vjetë, edhe si shumë vjetë për para, ka ndodhë që akacia ose bagremi që është njoftë në popull, shpesh ka ndodhë që ngricat e pranverore, si ku që kjo këtash që ishte -7, -8, -10, e ka mërdhej, si më thonë, ose ka shkatru bagremi, ose akacia, që është një ndërkullosat tona kryesore, është ajo. Mirë po ka lule, livadhe, pamas, ka ullës, ka lule të ndryshme tjera që japin mjallë. Vetëm duhet më punu ma tepër bletarët, mi pas ushnit ma të forta. Mes tjerësh, Dautaga tregoi se a dallon çmimi nga mjalti cilësor dhe ai i përzier. Unë them se vetëm laboratorët, për shembull, dhe nxjerrin atë mjaltin e i cili është i falsifikuar ose është i mirë. Vetëm një laborator i cili nuk e di, këtu ka shumë pak ne ka ne në Kosovë, për që ato dhe kemi shumë probleme për shembull me cilësinë e mjaltit. Futën mjalt nga gjitha onët, vjen për fshimve tonë, për Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malezi, gjithë ka vjen mjalt, vjen edhe për Kinës tu të neve. Dikush thot e kom për Austrisë, dikush thot e orë për Kroacisë, për shkak se neve të mashtruajnë me kvalitet besa dhe me çmim. Çmimi është real i mjaltit sot për sot diku 15-20 euro, duhet të cilë 20, pra të individ ka dhe 25 dhe 30 mjaltit. Po kvaliteti i mjaltit është për të dëshiru për ata që vjen për jashtëmi, për ndryshët e një bletari. I këtu tek ne për shembull, rrafshi i Dugaxhinit besoj që është shumë më kvalitativ se sa ato që merrnin nga Maqedonia për shembull, për marrë që shembull mos të më keq kuptojnë ata. Po nuk e di tash, duhet inspektoriati të punojë sa më tepër për shembull në për dyqanet tona që shitet mjalti që vjen. Se Slovenia mjaltin e blen prej nesh, për shembull ka kërkesa për me blen mjaltin e Gërshtenës, ajo shet mjalt Gërshtenës në për çdo farmaci ose çdo market shet mjalt Gërshtenës me livadheve të ndryshme dhe akacias ose bagremit, nuk e di tash sa është ajo. Na duhet me besu se për i shohim etiketën edhe për i lexojmë, të shpresu se e ka kontrollu dikush. Në fund, u bë thirrje të gjithë konsumatorëve që të mbështesin bletarët vendor, sepse vetëm përmes përkrahjes së prodhimeve tona të pastra dhe cilësore mund ta ruajmë traditën, shëndetin dhe ekonominë vendore. Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës Kadri Kusari kanë shënuar sot kremtën e shkollës, të gjithë bashkë në një program artistik kur orzuan sukseset e arritura gjatë këtij viti shkollor, me dëshirën që mësimdhënia dhe mësimdhënia në secilin vit të jetë më përparuar në përputhje me kërkesat e kurikulës. Sot ishte një ditë e veçantë për nxënësit, mësimdhënësit dhe të gjithë komunitetin e shkollës së mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari. Ata festuan 65 vjetorin e themelimit të shkollës së tyre, një shkollë që për më shumë se gjysmë shekulli ka ndriçuar rrugën e dijes për gjenerata të tëra me plot sfida dhe suksese të mëdha. Këtë vit shkolla jote feston 65 vjetorin e themelimit. Një vjetorin e rëndësishëm që dëshmon plotëtimin e saj të gjatë të mbushur me përkushtim, sfida dhe suksese të mëdha. Gjatë këtyre ditëve, ajo ka qenë motor e dijes dhe edukatës për breza të tërë, duke nxjerrë në jetë mirë në zonës të ditur e të aftë, të cilët sot u tregu me dignitet në fusha të ndryshme të shoqërisë tonë. Të lumtur dhe të emocionuar u panë edhe nxënësit të cilët treguan për kushtimin dhe përgatitjen e tyre në të gjitha performancat artistike të përgatitura enkas për ditën e shkollës. Kjo ditë është shumë e veçantë për shkollën Kadri Kusari. Është një ditë shumë e lumtur për ne nxënësit. Sot ne si nxënës dhe me bashkëpunimin e arsimtarëve kemi përgatitur disa punime nga firma ushtrimore, po ashtu kemi përgatitur edhe disa nga mera e të gjëra të tjera që janë më rëndësishme për shkak për shkollën tonë. Komuniteti i këtushëm sot kur orzuan edhe sukseset e arritura gjatë këtij viti shkollor, gjithmonë duke pretenduar që mësimdhënia dhe mësimdhënia nga viti në vit të jetë më avancuar në përputhje me kurrikulën lëndore.
Vendimi për ndalimin e telefonave në shkolla po zbatohet sipas opsioneve të zgjedhura nga vetë shkolla. Në disa prej tyre, celularet dorëzohen në hyrje të shkollës e në disa të tjera nxënësit i dorëzojnë në klasë. Që nga tetori i vitit të kaluar, Drejtoria e Arsimit në Gjakov ka marrë vendim për mos përdorimin e telefonëve gjatë orëve mësimore. Nxënësit detyrohen që telefonet në forma të ndryshme t'i dorëzojnë para fillimit të mësimit, e ky vendim po respektohet ende, tha një nxënëse. Që kur Drejtoria ka marrë vendim të mos përdorimit të telefonave nëpër shkolla, ne marrim telefona dhe gjatë procesit mësimor i dorëzojmë deri në përfundimin e procesit mësimor për shkak se shumica e nxënësave kanë transporte dhe ne duhet të marrim telefonat. Një tjetër nxënëse tha se posedimi i telefonëve është i domosdoshëm, ndërsa tregon se si shkon procedura e dorëzimit të tyre. Në shkollën tonë e ke mundësin mi marrë telefonat, ku na kanë mundësu kacën që kur të vim i vendosim kacë. Kacën e man kryetari klasës, ku e mshel me dry, edhe nuk ka drejt me na jep deri ta marrim mësimin. 2-3 minutat e fundit na i nxjerrim telefonat edhe i marrim. Telefonat për çdo sa na nevojiten, ka njerëz që kanë shpinë legë dhe duhet me fol me prindë vet, që ju kena lu drejtorit me na jep mundësinë edhe faleminderit tij ai na ka mundësu. E sipas stafit menaxherial të shkollës Hysni Zajmi, ky vendim është paksa vështirë i menaxhueshëm, por përpjekjet tona janë të vazhdueshme. Thënë drejt, pasi që DKA-ja ka marrë vendim për ndalimin e telefonave nëpër shkollat e mesme të larta dhe të ulta sigurisht, ne jemi mundu si shkollë të participojmë me vendimin e tyre, mirë po, thënë thjesht, është një problem dhe është shumë delikate që nxënësit që rrugtojnë, udhtojnë nga larg dhe ata që nga viset e veriut Shqipërisë janë nxënës të shkollës, sigurisht që kanë kontakt me prindë dhe është pak e vështirë të menaxhohet. Ne si menaxhment i shkollës gjithmonë kemi tërheq vërejtjen edhe arsimtare që fëmija të mos përdorin telefonat në brenda shkollës. Si është edhe kjo ka ngjarë. Ka raste që për shkaqe të ndryshme nëse fëmia përdor arsimtare ja konfiskon telefonin për kohë të caktuar dhe prap mendimin e prindit e ftojmë dhe ja kthejmë atë telefon, po hera e tjera me gjasë që mos përdoret. Domthonë mos kufizuese, thjesht nuk kemi vu brenda në shkollë pas në klasë ku arsimtarët vren që një telefon është, ata telefona rezervohen dhe sigurisht që nuk përdoren gjatë procesit edukativ arsimor. Vendimin nga Drejtoria e Arsimit erdhi pas disa rasteve të identifikuara të nxënësit të shkollave të Gjakovës, të cilësuara si vetlëndim trupor si pasojë e ndjekjes së disa sfidave në platformën TikTok. Volejbolistët e vllazнимit janë duke u përpjekur vazhdimisht që në secilin lojë të janë të suksesshëm, duke krijuar dinamikë të vazhdueshme. Trajneri Blendi Haxhikadria thotë se pavarësisht të rezultateve të fundit, përpjekjet për të qenë të suksesshëm janë prioritet tona. Klubi i volejbollit Vllaznimi ka javë të ngjeshur sa i përket grup moshave të reja, duke filluar nga ato deri në 21 vjeç për femra e meshkuj. Udhëheqësi i klubit Blendi Haxhikadria tha se në gjysmëfinale kanë humbur djemt kundër Dritës dhe vajzat kundër Fushë Kosovës, si dhe do të luajnë edhe ndeshje tjera. Klubi i volejbollit Vllaznimi ka përfunduar garën me Unis Tenisha në gjysmëfinale, për fat keq kemi humbur në të dyja konkurrencat, por që kemi bërë shumë ndeshje të shkëlqyera edhe kemi shfaqur shumë lojra të mira domethënë. Tash po vazhdojnë ngarimet ende, jemi në fazën finale, gjysmëfinale përkatësisht me grup moshën U18 vajzat, me grup moshën U18 djemt, gjithashtu jemi në fazën finale me U16 vajzat. Është një lajm shumë i mirë që shpresoj edhe kemi pas për krajin e qytetit, pasi që finalet e U18-çave vajzat do të luhen në Shaninushi me fillim prej orës 2:30. Haxhikadria tha se ka filluar edhe liga shkollore e volejbollit në komunën e Gjakovës. Ky është edicioni i dytë i ligës shkollore, domethënë ku marrin pjesë të gjitha shkollat e mëdha të qytetit tonë, po fatmirësisht kësaj radhe është bashkuar edhe zona Hasit, që është një hap shumë i madh për volejbollin tonë, sidomos volejbollin femnor. Po luajnë ndeshje mjaft cilësore, dje është luajt ndeshja e parë dhe si befasi ka përfunduar Hasi ka fituar 2-1 me Femi Aganin shkollën, domethënë ku ushtrohet tash e sa vite. Po bëjmë një punë shumë të shkëlqyeshme në këtë drejtim, pasi që po masovizohet volejbolli edhe po ecë në hapa të sigurt. Po shpresojmë që në të ardhmen kemi me pas shumë cilësi edhe kemi me garu, çushimi të garu suksesshëm me moshat e reja, gjithashtu edhe me ekipet senior. Udhëheqësi i klubit tha se Akademia e Volejbollit Vllaznimi për femra dhe meshkuj ka shumë të rinj dhe të reja që janë e ardhmja e klubit.
Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me diell e vranësira kanë bizotruar sot gjatë ditës me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 9 deri në 23 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i ngjashëm. Mot me diell e vranësira pritet të jetë edhe ditën e enjte me temperatura që do të lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius. 11 deri në 22 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i ndryshueshëm. Mot me vranësira rreshje shiu pritet të jetë edhe gjatë së shtunës me temperatura që do të lëvizin nga 8 deri në 19 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti i vranët e me diell me temperaturë minimale 9 gradë, ndërsa maksimalja 20 gradë Celsius. Moti vranët e me rreshje shiu pritet të jetë gjatë së hënës, shoqëruar nga temperaturat që do të lëvizin nga 7 e deri në 19 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Banorët të fshatit Rogov janë ankuar për mungesë të trotuareve. Nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës ekonomike Kadri Kusari kanë shënuar sot festën e shkollës. Janë shumë faktorë që çmimi i mjaltit duhet të shënojë rritje këtë sezon, kështu thot bletari Florin Dautaga. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.